ishte, ashtu si thot historia, një trim i sprovuar ndër betejë në luftën e Janinës, në luftët me mercenarët, me grekët në qafë mbrete dhe në malë që burën atëherë në periudhën e pavarësimit, më mbrapa me mercenarët që erdhen të Haxhi Qamilit, që luftuan, koshbrar edhe Rapo me Çorapi dhe ishin të organizuar, ishte në qetën që organizua që në fillim nga Zaçe Xhelo Dulaj, që ishte qeta lumit të Vlorës, dhe pastaj në të gjitha aktivitetet që kishin marrë pjesë, sepse ai vinte edhe nga një histori e lavdishme e të parëve të tia. Xhaxha i tia, Zenel Jazo, ishte një nga se thua shtrimat e Smoktinit që i këndoi kënga Polli Bashje bëri buall, thosh Zeneli si dash përquar ditën e diell kur dual me bajrak të kuq në duar. Cili ishte kulmi i aktivitetit të Zigulelos? Ku kulmoi veprimtaria e tij? Aktiviteti i Zigulelos kulmoi në luftën e Vlorës vitin 1120. Atëherë kur, siç e thot dhe historia, kur mblodhën burrat e Rapi Beunit dhe do niseshin për luftë, po sipas traditës dhe zakonit, atëherë ata do të niseshin si për tasën. Dhe Zgulelo me ato dhuntit e tia, kur mblodhën komisioni dhe zgjodhën, dhe i thot Osman Haxhiu, Zigur thot, ty të kanë zgjedhur, thot, këtu thot, komandant thot. Ziguri thot, ka Smoktina djem trima dhe burra zgan, thot, që ta komandojnë, po, se unë jam moshatar, ishte 54 vjeç. Pikrisht ta djem trima dhe burra zgan kanë besuar ty, thot. Dhe Zigulelo duke parë shpatullën, ashtu si mjeku që shikon radiografin, thot, kjo, thot, në Vlora është jona, nesër në trar dilli, thot, kot do ta marrëm dhe unë do vritem. Dhe ai u vran kot. Dhe i thot, Selam Musaj, u trëmbe Zigulelo. Jo, thot, nuk trëmbe Ziguri, thot, dhe u ngrit, mori shamin dhe aty për aty improvizoj një këngë. Qaj me det, moj Vlora jon, me pamporre, me ballon. Italian na sulmoj, thot, po ti mos u trëmboj zonjë se ke djem që së lëshoj. Dhe kështu ndodhi vërtet. Atë mëngjes, të 5 qershorit, Ziguri ishte nga të parat që u hoth dhe u vra. Dhe aty mbi varrin e tia, Azbica në Mavrova mbajti një fjalim, dhe kur erdhën në qetat në Trashovic në hanin e Javlamse që ishte miku tia, u shtrua një llom, siç thoshte një përkujtimore, dhe kur pyeti Javlamse, thotë kjo është për nderin e Zigulelos, dhe aty përsëri plasi kënga që u përjetësua Mato Hasani, brati që ishte edhe komandant i qetës, ishte edhe një poet dhe një rapsod brillant, aty për aty sajoi këngën. Që i thotë për kotën, që thotë ranë komitat dhe kotë ratot, vra Ziguri në port, trimi Zigulelua, në Beun kur unë isposhtë të tekje në shpatull dhe pa, do të azëm gotin si zok me shokët bënde shaka. Sepse e vërteta është që nuk ishte një betej që do të bënte një burë, po ishte një betej që e bëri bashkë me shokët. Se ashtu i thot dhe kënga e popullit, trima djetë Smoktinit se që bën lakaratot, po thot dhe bolenës Allahi pëqotho që dha besën e sundatës, që ishim gjithë bashkë. Lapidarin në qendër të fshatit ka të nënshkruar emrat e 15 dëshmorëve të tij. Vetëm nga njëti fismuraj dhanë jetën 5 prej tyre. Dimri i vitit 1944 në fshat do të mbetet si viti i kasafanës së madhe. Në shkurt të këtij viti, nga ky fshat u pushkatuan 9 anëtar të qetës territoriale, prej kushtuesit gjerman. Jaku i 14-15 vjeçare skuqi rrugët, por shtoi edhe më shumë urrëtitjen për kushtuesit. Aty tek varrezat e fshatit, ata janë vendosur me kujdes dhe me respekt njëri pas tjetrit, prej bashkëfshatarëve të tyre. Jemi këtu në varrezat e fshatit Bashaj. Si që shikoni, tu janë 9 varre, njëri mbas tjetrit. Nuk janë të një familje, janë të një fshati, janë 9 viktimat e këtij fshati të rënda të vrarë nga dora e armikut e Gjermanit në 1944. Viktimat të cilat fshati i ka marrë dhe i ka vendosur në kujtim dhe në nder të tyre për të
më mbrapa për të ndërmarrë nismat për të shpallur dëshmor. Ishin pjesëtar të çetës territoriale. Po. Dhe në interes të luftës të brigadës parë dhe të 5, që luftonin në front, ishin edhe qeta e fshatit ton, kupton, ku pjesëtar ishin edhe këta të 9. Po. Atje. Me kalimin e kohës, armiku mori informacione për veprimtarinë e këtyre njerëzve. Dhe si ndërmori fushatë Gjermani në hakmarrje të atyre dëmeve që u pësojnë në luftën në Vlorë, organizuan një fushatë, si me thënë, me spastrimi nga zbritën në Brataj, nga Brataj, ere me 3 qikla në Brataj, dhe u hodhën në Mesaplik, filluan reprezalet edhe në Mesaplik, dhe pastaj, si pas informatave që kishin, atash bën një njoftim më përpara, që pjesëtarët, burra, të armatosur, që janë në Boder të mos lëvizin nga shtëpit, se ndryshe, ne do djekim shtëpit. Këta ishin banor të gjithë të lagjes Boder. Të gjithë të lagjes Boderit. Erdhën në mëngjezin e vitit e shkurtit 1944 në Boder dhe vajten në shtëpitë e të parëve, morën 4 vetat e parë dhe vajten të një vend që quhet më shumë i ngritur, Kula e Boderit quhet ajo. U kishin lidhur syt, kishin lidhur dhe duart. Domethënë ai ishte një mashtrim që kishin bërë, rrinin në shtëpi se nuk u bëjmë gjë, domethënë po do të thotë. Për mos u larguar, se do të djegim shtëpitë. Dhe ata për mos djeg shtëpinë, ndonjën vet aty. U arrestuan aty. Edhe ishte një djalë 11 vjeç, ishte vllahim, ishte atje 11 vjeç ai. Ato do ta filmoni atje. I thonë gjermanët ja bën me dorë, ik. Edhe ikën me vrap, ai është një shtëpi, kushërit tanë janë ata atje, një 500 metra. Vete u thotë i Gjermanë kanë arrestuar, thotë, Xhaxhajnë, time, Xhaxhajnë tjetër, kuptane, këtë Barjamin, këtë Seferin, edhe Damon. Damo që? Damo. Dalen nga shtëpit dhe dëgjojnë krismat e armëve, bam, kur vinë aty, ishën të 4 të shtrirë, kupton, me gjak, atëre vunu lërimë në njerëzit e u njoftuan, kupton, erdhe i morën. Pasa ata shkuan shtëpi më shtëpi, derisa gjetën edhe të fundit, do me thënë që në një gryk atje, këtë Amitaj, e pushkatuan atje, edhe sot e kësaj ditë atje është një qivur prej Guri. Ne morëm iniciativën në vitin 17 që këta të shpalleshin dëshmorët atë dheut. Dhe dërguam, i bëm gjitha dokumentet e duhura, i paraqitëm në prefekturën e Vlorës, dhe ajo i ka dërguar dhe ata sot janë për shqyrtim në komisionin për katër të ministrit. Mbrojtjes që këta të shpallen dëshmorët atë dheut. Dhe shpresojmë, me shpallot dëshmor, ju do vini prapë këtu. Po. Ti filmoni. Piloti ke të afërmit të tu këtu. Dëgjoj, Mustafan unë e kam të dhanë në nënës. E ke dalë, po? Unë më këtem këshirë parë. Po? Unë mori vesh plakë që vranë Mustafan e Damon, se në shpi. Ma mund të pas ish babaj, e i kunati babaj. Po. Erdi, x person nuk dhe se me 2 Gjermanë. Plaku ishë shpi përëndë. Plaka, halla, e një gjitona jo në se në presën dhe njështë të tjera atje. Foj. Një ma mua më fut në gjak. Një marë baban, edhe atë burë halës, një 30 metrë më tej, një lidhë qytë, i vranë. Si shukësana ne pasaj, gjenë razit qelami. Po, pa ditë. Ty të pushkatuan nga njërës të tu, Dajon, E baban. dhe babajnë. Po. Po.